Guarana është një tjetër frut tropikal që ka gjetur përdorim të gjerë në mjekësinë popullore fal vlerave të saj kurative. Ajo përmban proteina, yndyrna të bimëve dhe karbohidrate të nevojshme për funksionimin e organizmit. Në saj të përbërësve të saj, guarana ka cilësi terapeutike, energjike dhe freskuese. Ajo është aktivizues natyror i depove energjitike. Bën rregullim natyror të baraspeshës së punës së organeve të brendshme. Në mënyrë nxitse ndikon në metabolizmin bazik duke i harxhuar yndyrnat e grumbulluara. Guarana i adopton dhe stimulon organet për përballimin e mundimeve të rënda fizike, rrit koncentrimin dhe ruan freskinë mentale, kompërson lodhjen dhe kthen forcën. Guarana pegon arteriosklerozën dhe ndryshimet e enëve të gjakut, si dhe normalizimin e tensionit të gjakut. Ajo pastron sistemin e gjakut, përmirëson qarkullimin e tij dhe në këtë mënyrë qetëson dhimbjet e kokës dhe të migrenës, qetëson problemet menstruale, vitalizon organizmin e sidomos në mëngjes, ngadalson plakjen e qelizave. Rushi ka veti të mira ushqimore e dietike. Fruti përmban sasi të konsiderueshme sheqeri që arrin deri në 25%, acide organike, kripra të kalciumit të hekurit, mjaft vitamina si vitamin B dhe kryesisht C dhe lëndë tanike. Edhe gjethet e hardhisë janë të pasura me sheqer, lëndë tonike, karotin, acide organike e të tjerë. Rushi ose lëngu i tij përdoret gjërësisht për qëllime terapeutike. Një lëng rushi ju sjell shumë dobi reumatikëve ose arterikëve. Rushi ka veti të mira. Ai këshillohet të përdoret nga ata që kanë gur në veshka, që vuajnë nga nefritet, acarimi i veshkave, ata që kanë gur në mërçi ose në fshikëzën e tëmthit. Rushi nuk rekomandohet të përdoret për diabetikët sepse përmban shumë sheqer, për ata që vuajnë nga sëmundjet e zemrës, si insuficiencë kardiak dhe nga tensioni i lartë. Rushi përdoret me efekt edhe nga ata që kanë vuajtur nga pleuriti, bronkiti kronik, në rastet me azma bronkiale të formës së lehtë e të mesme, si dhe në sëmundjet e mushkrive. Pemët e arës së kokosit gjenden zakonisht në zona tropikale. Ato rriten më mirë në klimë të ngrohtë, me diell dhe lagështi. Ara e kokosit nuk është një kokër are, ajo është një farë gjigante. Fara është e mbështjellë me një mbulesë të trash fibrash të quajtur lëvore, e cila e mbron farën kur piqet dhe bie nga pema. Farat lundrojnë mbi ujë dhe shpesh përfundojnë në brigje të largëta. Ku lëshojnë rrënjë, pemët e arës së kokosit mund të mbijetojnë në ujë të kripur dhe në ranishte. Rrënjët e tyre e lidhen fort dheun, duke bërë të mundur që rreth tyre të mbijetojnë edhe bimë të tjera. Fibrat e lëvores mund të përdoren për të bërë litar, rogovza dhe mbulesa, kurse lëvoshka përdoret për zjarr. Vaji i arave të kokosit është një shpresë e re për gjithë ata persona që vuajnë në ditët e sotme nga hipotiroidja, pra funksioni i ulët i tiroides. Nuk mund të kuptohen lehtë problemet që shfaq hipotiroidja, por në momenti kur një person që vuan nga kjo sëmundje fillon të trajtohet me vajin e arës së kokosit, e vëre shumë lehtë ndryshimin që ndodh në gjendjen e tij shëndetësore.
Përdorimi i vaj të arrave të kokosit në këmbim të atyre ushqimeve që përmbajnë sasi të lartë yndyrnar dhe karbohidratesh, si sheqeri, patatet apo ushqime të tjera me indeks të lartë glicemie, shfaqin një diferencë të dallueshme në balancimin hormonal, stabilizimin e trupit dhe energjinë e përgjithshme trupore. Problematike është gjendja kur tiroidja ka shfaqur probleme të hershme dhe nuk është bërë asnjë përpjekje për të rregulluar funksionin e saj. Pasi edhe pse është e shërueshme dhe e trajtueshme, mbetet një sëmundje që duhet trajtuar për një kohë më të gjatë sesa në rastet kur trajtimi bëhet në një fazë më të hershme. Trajtimi me vajin e arrave të kokosit dhe duke zbatuar një dietë të shëndetshme bëjnë të mundur lehtësimin e sëmundjes dhe reduktimin e saj. Pjepri është mjaft i kultivuar dhe i njohur jo vetëm nga fermerët, por nga të gjithë njerëzit në vendin tonë. Megjithëse ai ka forma dhe ngjyra të ndryshme, shija e tij e ëmbël është mjaft e pëlqyeshme pothuajse nga të gjithë. Për të gjithë ata persona të cilët vuajnë nga pagjumësia, por që nuk kanë gjetur ende zgjidhje me medikamentet apo rekomandimet e mjekëve specialist, kurat popullore japin siguri maksimale. Sipas tyre, konsumimi i pjeprit largon pagjumësinë, si dhe bën mirë për kancerin e lëkurës. Për këtë arsye, pjepri rekomandohet të konsumohet në temperaturë normale, pa e futur në frigorifer, pasi humbasin vlerat ushqimore. Po ashtu mund të përgatisni edhe një çaj pjepri. Merret lëkura e pjeprit, zihet për rreth 60 minuta në 3 litra ujë dhe më pas vihet në frigorifer. Ky çaj ju rekomandohet të gjithë atyre personave që kanë probleme me pagjumësinë. Ndërkohë, ata që mund të konsumojnë pjeprin edhe në mënyrën e tij natyrale, por kjo vetëm në rastet kur pagjumësia nuk është e kthyer ende në një sëmundje kronike. Ndërkohë, për kancerin e lëkurës, rekomandohet që të merret tul nga fruti, të përzihet me mjalt dhe të konsumohet për 20 ditë me radhë në mëngjes.